TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta dhe është kënaqësi që jeni duke na ndjekur në këto momente. Në programin e kaluar filluam të flisnim për javën e martesës me dy të ftuar të veçantë, ne dhe Jorit Speaker, të cilët do të jenë përsëri sot në studion ton. Mirë se erdhët. Shumë faleminderit Arta. Ju falenderoj për gjërat që ndat herën e kaluar dhe ju falenderoj edhe paraprakisht për gjërat që do të ndani në këtë program, se e di që përsëri do të jenë shumë të bukura. Java e martesës është nga data 7 deri në datën 14 shkurt. Dhe tema e këtij viti, siç e thamë edhe në programin e kaluar, është vitamina për martesën tuaj. Vërtet është një temë shumë interesante, edhe mendoj që të rej shumë vëmendjen, sepse nëse është një gjë për cilën njerëzit flasin shumë sot, është çështja e ushqimit dhe vitaminave që duhet marrim, gjëra që i kemi nënvlerësuar le të themi 5 vite më parë. Sigurisht që këto gjëra mund të jenë nënvlerësuar edhe në martesë, ashtu si edhe në trupin ton fizik. Madje ju mund ta keni vënë vet këtë në 15 vite që e organizoni javën e martesës. Mendoni se krizat në martesë janë shenjë dështimi apo shenjë rritjeje? Dhe pse, nëse njëra nga këto është e vërtet? Po, në fakt, ne të gjithë mendojmë që një krizë është dështim. Por, në qoftë se ne dallojmë, edhe po mendojmë edhe nga jeta praktike, kur ne kemi vështirësi në jetë, çfarë po dot? Ne po mësojmë gjëra të reja për të kapërcyer vështirësitë. Edhe ashtu është edhe në martesë, që në qoftë se ne mund të arrijmë të themi, po, kemi një krizë, kemi vështirësi, por çfarë mund të bëjmë me këtë krizën? Çfarë mund të mësojmë? Ku jemi hallakatur? Si mund të ndryshojmë këtë gjë? Që mos ngelemi vetëm duke fokusuar te kriza, por të shikojmë tek marrëdhënia jonë dhe të shikojmë si mund të forcojmë neve marrëdhënien tonë. Nuk jemi duke luftuar kundra njëri tjetrin, po jemi duke luftuar për martesën tonë, për marrëdhënien tonë. Po krizat janë pjesë normale të jetës. Kështu nëse i pranojmë dhe vendosim këto gjëra do të na bashkojnë, nuk do të na ndajnë. Atëherë ne kemi shumë mundësi të forcohemi dhe të kalojmë, të kapërcejmë këto krizat së bashku edhe të jemi më fort më bas. Në fakt më kujtohet, unë jam bërë krishter 20 vite më parë dhe shërbesa e parë që kam ndjekur ka qenë tema përse vijnë krizat në jetën tonë dhe si i përdor Zoti ato për ndërtimin tonë. Edhe ka qenë vërtet shumë e bukur edhe shumë inkurajuese. Edhe më kujtohet si sot madje të gjitha fjalët që kam dëgjuar dhe në atë moment kam pranuar Krishtin. Gjithsesi, se po të filloj me historitë personale, zgjatemi shumë pastaj. Cilat janë disa nga shenjat që tregojnë se një martesë ka mungesë vitaminash? Duke u bazuar gjithmonë në eksperiencën tuaj, edhe si çift, po edhe si drejtues të kësaj lëvizjeje. Si që përmendëm më përpara, nëse nuk e ushqejmë martesën tonë ose marrëdhënien tonë mirë, atëherë do filloj një lodhje, mund të jetë mungesa e energjisë ose mungesa e vullnetit, mungesa e gëzimit, mungesa e kryeshmërisë. Në fillim jemi shumë krijueshëm edhe pastaj bie nga pak edhe pranojmë një gjendje mbijetese, edhe një largim i ngadalt, si dy anije që pak nga pak distancohen nga njëri tjetrin. Nuk është një vendim që marrim që do të largohem nga ti, por fillon pak nga pak, thjesht sepse nuk është ushqyer me gjëra jetike në mënyrë të rregullt. Po, edhe në fakt kjo ishte arsyeja pse është filluar java e martesës. Sepse ata miq tanë në Angli kishin një çift që ishin duke u ndarë, edhe pyesin, por pse po dani, pse keni patur krizat e medaja, çfarë po dohet me juve? Edhe ai burri kishte thënë, jo, vetëm që avash jemi rritur, kemi vajtur unë nga ana ime, ajo nga ana e saj, edhe nuk kemi gjë me të përbashkët. Edhe unë mendoj që janë ato gjërat e vogla që bën që nuk merremi me marrëdhënien tonë, nuk ushqejmë marrëdhënien tonë, edhe atëherë me miri jashtë me shokët, sepse se pak na dje kam kënaqësinë. Që janë ato gjërat e vogla që ne mund të bëjmë që bën një ndryshim shumë e madh. Po. Pra, nëse vëre një lloj largimi, le të themi, kjo duhet të jetë një shenjë alarmi që ka ardhur koha të ndrosh drejtimin e anijes, siç e tha dhe Neti.
Prandaj edhe java martesës është si një kujtesë çdo vit, dhe themi, ku jemi edhe si është statusi ynë edhe çfarë mund të bëjmë, le të bëjmë atë kontroll vjetor, jo ndoshta sepse kemi një krizë të madh, por a jemi duke u bashkuar dhe duke u forcuar, apo jemi duke larguar pak nga pak, edhe kështu prandaj kemi nevojë her pas herë. Dhe në fakt si një grua që e ka përjetuar vetë divorcin, nuk ka gjë që do t'isha më dakord se sa me këtë. Kur dashuria ftohet, sepse të gjithë e dim atë pasionin e parë, cila është ajo vitamin që duhet dhënë para në mënyrë më urgjente? Mund ta zbuloni këtë apo do ta ruani për podcast? Jo, mund të flasim, patjetër mund të flasim për këtë se mendoj që në fakt ftohje nuk është thjesht ulja e emocioneve, por është diçka më thellë, më problematik, edhe shpesh herë ne kemi vënë re që ka të bëjë me mosfalje. Mosfalje gjëra të vogla, por edhe gjëra të mëdha. Falja është si ajo, edhe nëse mbajmë këtë analogjinë e dietën edhe vitaminave, është ajo detoksi. Se flasin gjithmonë për atë detox, një pije që falje është si detoksi që heq atë helmin e hidhërimit, se hidhërimi grumbullohet pak nga pak. Dosha është thjesht një iritim, por pastaj bëhet një diçka më të thellë, edhe kjo mund të krijojë një ftohje në marrëdhënie. Kështu falje është shumë e rëndësishme. Ne flasim shumë për faljen, por njëkohësisht edhe për durimin në çift. Por mendoni se komunikimi është i rëndësishëm apo si qëndron pra në raport me faljen dhe durimin? Unë mendoj që komunikimi është si alfa dhe omega në një mënyrë, apo jo? Sepse në qoftë se ne nuk komunikojmë, si do marrim vesh me njëri tjetrin, si do të kuptojmë njëri tjetrin. Ndoshta ku kemi qenë të martuar për disa vite, fillojmë të mendojmë, por ti duhet të kuptosh. Sepse ke thënë këto gjërat, por ne duhet të shprehemi, duhet të flasim me njëri tjetrin, edhe patjetër të flasim në një mënyrë që tjetri mund të na dëgjoj, jo vetëm me akuza, por mendoj që komunikimi është shumë e rëndësishme. Mund të duket si pyetje naive, po gjithsesi do doja që ta theksonit pra këtë raport midis komunikimit, faljes, durimit. Jo, shumë e rëndësishme se shpëtojmë nga shumë probleme nëse kemi komunikim të mirë. Edhe kemi nevojë të falim njëri tjetrin nëse e paradalojmë. Po, nëse shmangim ato keqkuptime. Është ajo çështja e ngurimit që nëse e them apo nëse e shpreh atë që ndjej me fjalë, ndoshta do të krijojë më shumë probleme, por në fakt zgjidh. Po, zgjidh, edhe patjetër varet mënyra si unë e them. Se ne presim që personi tjetër të di se çfarë kemi ne në mendje në një farë mënyre. Po, së pak ne gratë, por ne jemi të komplikuar, apo jo? Shumë të komplikuar. A ka një vitamin që nuk blihet, nuk mësohet, por kultivohet me kalimin e kohës? Unë mendoj që edhe fokusi vet nuk është vitamina, por është mirëqenia dhe mirë funksionimi i marrëdhënies. Kështu vitamina shërben për këtë, por duhet të kuptojmë qëllimin që Perëndia ka për martesën, se ndonjëherë nëse jemi duke ecur në drejtimin e gabuar ose kemi fokusin e gabuar, mund të kemi gjitha vitaminat, një komunikim të mirë, edhe me radhë, por nuk e përmbushim atë thirrje, atë potencialin që kemi si çift. Edhe atëherë e ndjejmë një kënaqësi edhe një plotësim të plot, kur e kuptojmë çfarë është qëllimi i Perëndis për ne si çift. Kjo është diçka që nuk blihet, por është një ecje që vazhdojmë gjatë gjithë jetës, duke ecur drejt qëllimit që ai ka për ne. Kështu duhet të flasim për këtë dhe duhet të kemi përpara gjithmonë. Po, edhe mendoj duhet të kultivojmë një stil jetese, apo jo? Sepse ne mund të kemi të gjitha ato vitaminat përpara nesh, por nëse nuk e përdorim, kot janë atje, apo jo? Absolutisht. Që është hap pas hapi, tani që kemi kuptuar që në fakt vitaminat janë shumë të rëndësishme, atëherë le të përdorim këto vitaminat për të mirën tonë,
edhe të përdorim ku jemi i mirë, jo vetëm presin derisa të se morim i keq dhe atëherë fillojmë. Sepse kur kemi një infekcion, shkojmë me vrap tek farmacia, e marrim antibiotikën, të gjithë ato llojet vitaminat, e bëhemi çik më mirë, edhe fusim në zyrtar, apo jo? Megjithatë do doja që të theksonim në një aspekt tjetër që nëse vitaminat fizike kanë një dozë të caktuar, dhe ne nuk mund ta kalojmë atë dozën. Mendoni se vitaminat për martesën kanë një dozë të caktuar? Mund të jenë ndonjëherë të tepërta? Unë nuk mendoj që është një rrezik shumë e madh, sepse unë mendoj që shumica ka neve doshta e kemi pra sa më shumë më mirë. Po. Unë mendoj që sa më shumë më mirë. Patjetër nuk duam të bëjmë overdose. Por duhet të jemi të sinqert. Pra ekziston dhe rreziku I overdozës. Unë mendoj që doshta donjëherë e bëjmë çik lajka, apo jo? Sepse dihemi që keq nuk I kemi bërë dhe fillojmë me manipulimin. Po manipulimi nuk është një gjë e bukur, por të jemi sinqert me njëri tjetrin, të përdorim ashtu siç duhet. Po, nëse kemi fjalë për respektin, duhet të vi nga zemra ime, duhet të jo vetëm që un kam këtë formulë që nëse I them 1 2 3 çdo mëngjes, ajo do të ndjetë e respektuar, e vlerësuar. Patjetër është mirë të them gjëra, por duhet të jenë nga zemra dhe duhet të jenë me motive të mira. Po. E keni bërë ndonjëherë lajka njëri tjetrit? Patjetër, mendoj që të gjithë kemi bërë. Po jo. Sa e mirë, sa e mirë. Çfarë do sot? Pse më thash këto? Çfarë roli luan komuniteti, familja apo evente si java e martesës në shëndetin e një martese? Duke pas parasysh dhe përvojën tuaj të gjatë. Po. Edhe ne kemi më shumë se 30 vjet në Shqipëri, kemi parë se si ka ndryshuar kultura. Më përpara ishim më, le të themi, në komunitet. Tani jemi më individualist, jemi më egoist. Ndoshta jemi bërë më shumë si amerikanët, unë jam amerikan. Që mendojmë për veten edhe martesa është diçka më private, por aktualisht ne të gjithë kemi nevojë për inkurajime, për modele, kemi nevojë për ide ose për ndihmë praktike, edhe kjo ndodh në komunitet. Shqipëria është një vend shumë I bukur dhe ka një kulturë që kur unë erdha ata më pyesnin jo kush je ti, si e ke emrin, por kujt je ti? Se doni të dini familjen. Po, familjen edhe kjo është diçka shumë e bukur se kemi nevojë për këtë familjen e madhe, qoftë familje fizike ose familje jonë që jemi lindur, por edhe familjen e kishës gjithashtu. Kemi nevojë për njëri tjetrin edhe kemi diçka edhe për të dhënë në këtë komunitet. Një investim aktiv I rregullt me një rrugë me 2 kursie ose 2 drejtime. Mendoj që jemi krijuar për komunitet, jo vetëm të jemi një çift që është izoluar. Edhe të marrim seriozisht që duhet të jemi pozitiv, të mbështesim njëri tjetrin, jo për të folur keq për burin tënë, por me vërtet të mbështesim njëri tjetrin, të jemi atje edhe në ditë të mira, por edhe në ditë të vështira. Kemi nevojë, sepse rruga është e gjatë. Martesa nuk është një sprint, por është një maraton, edhe ne duam të arrijmë deri në fund, edhe duam të arrijmë me mbështetjen e të tjerëve. Në fakt doja të flisja për një gjë që nuk duhet, që është ankesat. Sa mendoni se dëmton ankesa martesën? Unë mendoj që tani unë do flasë për juriden, sepse jurida është shumë mirë me ankesat. Jam specialiste duke ankuar, por unë shikoj që ankesat e mia bëhen shumë të lodhshme për Nedin. Edhe pas një kohë bëhet jam si një mushkon që vetëm edhe ai nuk më dëgjon më. Por në fakt mendoj përpara një vit apo 2 kemi zbuluar një gjë që edhe ankesat janë një mënyrë për të rritur. Në qoftë se ti me vërtet je duke të dëgjuar ankesat e mia, ti mund të më pyes si mund të ndihmoj me këto gjë. Të mos jetë vetëm mos ankome. Por është sfidë, unë mendoj që është sfidë, edhe në qoftë se unë jam tip pesimiste, ankesat e mia mund të jenë gjithë ditën, por sfida ime është që unë duhet të grej çik sytë edhe duhet të filloj ditën duke falendëruar Zotin për gjithë bekimet që kam në jetën time. Edhe lutem që Zoti më jep ato hirin që shikoj gjërat ashtu si ai e shikon. Jo vetëm nga pikpamja ime. Pra mesazhi për mikeshat tona mund të ankohen, por jo shumë dhe të shohin gjërat pozitive që kanë
në jetë. Është mesazh shumë i bukur kjo rit në fakt. Mendoj edhe ka një dallim midis ankesave edhe kritikës. Sepse kritikosh partnerin, kritikosh burrin ose gruan, është si një atak, është si një sulm. Ankesa mund të jetë diçka, jam e lodhur, pse këtë ose atë. Kritika është drejtuar në mënyrë ndryshe, karakterit të personit edhe duhet të evitojmë atë kritik më shumë se ankesat. Nëse do t'i flisnit një çifti që sot po mendon të dorëzohet, çfarë do t'i thoshnet? Në radhë parë, mos u dorëzoni. Nuk je vetëm. Luftoni për martesën tuaj. Ja vlen, bëj çmos që të rindërtosh ato themelet që ndoshta janë prishur. Por edhe gjej ndihmën e duhur, ka ndihmë, ka vende, ka qendër këshillimi, ka njerëzit që janë gati të ndihmojnë edhe të mbështesin, por divorci është diçka me pasojat shumë të madhe edhe mos mendo direkt me njëherë për atë, luftoj. Edhe unë do kisha thënë që shiko, ne të gjithë jemi duke hasur vështirësi në jetë, edhe kemi nevojë për njëri tjetrin. Hajde dalim, pim një kafe. Le të dëgjojmë njëri tjetrin, le të jemi mbështetje për njëri tjetrin. Patjetër mund të jenë gjërat shumë të mëdha dhe shumë të vështira edhe nuk duam të themi që çdo gjë do rregullohet, por mos u dorëso. Mos u dorëso tani, se pak të jep veten pak kohë, mendoni mirë, sepse gjithë studimet tregojnë që nëse njerëzit vazhdojnë një marrëdhënie që është e vështirë, koha edhe bën punën e vet, që do ndryshoj çika ato situate, ndoshta do mësojmë disa gjëra, edhe përkushtimi për të bajtur martesën është një gjë fantastike që Zoti na ka dhënë. Edhe të luftojmë, edhe të mendojmë që çfarë janë pasojat e një gjë të tillë, sepse jam e bindur që shumë njerëz mendojnë skadje e hoqa, por në fakt ti nuk e heq, sepse personin do kesh gjithë jetën atje, sepse duhet të kesh komunikim, edhe më shumë kur keni fëmijë, ke diçka përbashkët me ky person që nuk ndryshon dot. Ne Diori, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë gjithçka që ju ndat me ne dhe më pëlqen shumë që ishit të dy, sepse edhe burrat kanë marrë disa mesazhe prej Nedit. Unë i inkurajoj ndërkohë gjithë dëgjuesit që të ndjekin podcastin Mishet Tua që do të jetë në YouTube nga data 7, duke filluar pra me ditën kur fillon dhe java e martesës. Çdo ditë gjatë javës së martesës do të zbulojmë një nga vitaminat për një martesë të fortë. Ju inkurajojmë ta ndiqni këtë podcast, do të jetë shumë interesant, edhe ne ju urojmë dhe suksese me fillimin e këtij podcastit dhe lutemi që të prekni sa më shumë njerëz edhe sa më shumë martesa në mënyrën më pozitive të mundshme. Po, shumë faleminderit sepse kjo është zemra jonë që ne duam të inkurajojmë njerëzit, jo për shkak që ne e dim të gjitha ose jemi të përsosur vetë, po për shkak që mendojmë që Zoti e ka vendosur një peshë shumë e rëndë mbi martesën, edhe ai do që të jetë në dëshmi për mirësinë e tij. Edhe prandaj jemi duke bërë këtë gjë. Edhe nëse është jashtë sonës tonë të reatis, s'ka gjë, edhe neve po mësojmë. Zoti e bekoft nismën tuaj. Mikesha dashura, kemi mbritur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Ne ju kujtojmë se këtë program dhe programet e tjera Shpresë për ty mund t'i ndiqni në YouTube. Mjafton të kërkoni TWR Albania, TWR playlista Shpresë për ty. Nëse keni pyetje, nëse doni të ndani historitë tuaja me ne, apo dëshironi që ne të lutemi për ju, mund të na dërgoni kërkesat tuaja në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë. Mund të na shkruani një email në twralbania@gmail.com ose mund të na i dërgoni këto me mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Bashkë do të dëgjojmë në programin e ardhshëm. Miru dëgjofshim dhe paçi një javë të bekuar. Ndoshët programin Shpresë për ty.